Mirëmëngjes, jo prit. Mirëmëngjes, I them pasqyrës. Tekshim gjithë sot kolonzanore. Mirëmëngjes Bani, mirëmëngjes të gjithëve. Një ditë të mbar. Mirëmëngjes Romina. Mirëmëngjes Bani. Mirëmëngjes Fabi. Mirëmëngjes Bani. E më mirë. Të preferuar. Të preferuar. Na vazhdo na mbetet shefi. Jo, pse? Ka vënë gjithmonë në zemrën time për të gjithë. O zemra ime. Atëherë, sot jemi bashkë, nuk e di ju pëlqen apo s'ju pëlqen kjo gjë, Kile nuk është, kam përshtypjen po gëzoni që të gjithë. Që jam sot për çaka. Do të nisim avocona mëngjesi, do jemi deri në orën 10 si çdo ditë tjetër me gjithçka çka kemi përgatitur sot. Në fakt, kemi dy histori të cilat janë vërtet shumë të bukura. Ose më saktë kemi një histori, një promo muzikore. Një promo, një rikthim, një nostalgji. Po që rikthehet me këtë zhurmën e madhe që po ndodh aktualisht. Vëllai i madh të -1. Minus një para se të shlirohet Shqipëria për të dy. Ashtu është në këtë herë. Nesër do të ndodhi. Nesër do të ndodhi. Po I bëjmë reklam në televizionit tjetër për nesër. Ne mendojmë për shqiptarët. Ne jemi zemërgjer. Unë po mendoja për zgjedhjet në pak, kur janë javën tjetër I bie, 14. Ke dhe pak kosa të ngjyrosësh gishtin. Gishtin. Okej. Çfarë ngjyre kanë ngjyrosur këtë herë? Është blu. Blu? Errët. Errët. Si gjindet e tua. Si veshja jote. Pastaj kemi një djalë shumë interesant, po prit mos I themi gjërat. Po nisë herë. Ç'u themi edhe ne? Po unë kam shef, shiko, unë kam se ne kemi këtë gjë, ne po s'dam pak energji, buzëqeshje, elemente të bukura tani në mëngjes që thua ti, ne do ta nisim nga memet. Nga memet. Tani, ne emisionin ditën e sotme do ta nisim nga memet. Tani ti je fiks rasti. Që duket njoft gruan. E di që është kur sjell gruan e njeh gjithë stafi etj. Kam një kaq vite që duke qenë se është më shkurtë, ka të njëjtin hall si mua. Gëzojmë të paktën kur I kemi burrat, që I kemi burrat e gjatë. Të gjatë. I urdhëroj, merr pak atë, kape pak të kape. Po, kjo është e vërtetë. Okej, po. Ju fitoni, po sa vuajnë burrat. Sa I gjatë jeti Alban? 1.84. Nuk dukem, por jam. Nejse, kjo memja është për 1.90, kështu që 1.90. edhe futesh edhe s'futesh. 1.98. Po. Çfarë thuti? Po. Për dy? Kokë më kokë me kryeministre? Po, kokë më kokë me kryeministre. Hajde, pas ka premiershave. Ju që jeni beqare, se nuk të pyes. Okej. E keni standard këtë pjesën e gjatësisë meshkujve? Standard, kusht, more, kusht. E ke kusht, Po, patjetër. Mjafto të jetë njëri I mirë. Mjafto të jetë njëri I mirë. Njëri I mirë. Njeriu mbi të gjitha. E vërtetë është. Nëse je njëri I mirë, dukesh edhe në pamje I bukur, kur si je. Jo me shpirt, edhe të bën sjellja. Po, jo me shpirt. Po jo. Një njeri I mirë Bani do ditë të punoj, do ditë të bëj para, dhe do ditë të paqë të bëj të lumtur. Pa I mund t'i ditë gjitha këto dhe t'jeti gjatë. Ti ditë gjatë në sjell të mirë. Të mirë, okej, jo, po mund të ketë një plus. Megjithatë gjithmonë një gjë I gjatë është mirë, po ka një problem. Është gjithmonë në shërbim të të shkurtrit. Ashtu është. Ndjekim më mirë me. Ndjekim. Mirë. E bukur ishte. E bukur? Shumë e bukur. Ti je I gjatë apo jo? Ty? Që ti je në të njëjtin hall si ai djali. Çfarë të bëjmë? Me disa centimetra më pak? Por? Prapi gjatë. Jeni në të njëjtin hall. Ku po shkon kjo temë? Po shkon kjo. Nga sjellja te dashuria. Është ajo që të thash unë. E sjellja, dashuria dhe pastaj gjatësia. E kuptova. Tani ti del më herët se gruaja nga shtëpia? Jo, dalim si një lloj. Një lloj? Po kush e zgjon njëri tjetrin? Nuk e di, unë herë zgjohem unë, herë zgjohet ajo. Tani ti kur zgjohesh, e zgjon atë me të puthura? Varet. Tani, varet se zgjohem unë, Bora. Po jo një sekondë tani, pse ti e bën? Po. Ja. Më vjen keq që të zhgënjej, por po. Seriozisht? Sa vite martesë keni ju? Martesi, se edhe ti e... Po martes që bashkëjetoni, që jetojmë. Celebrim kemi që jetojmë 6 vite, që jetojmë kemi 4. 4 vite. Spritë dhe një 2-3.
edhe flasim. E më mirë, unë të pak në qyre këto, dërsa të shkoj ati do të kujtojmë. Do më kujtojmë të thotë, mor Alban Musa pas ke patur të drejtë. Që sa vite ke ti bani? Si? Sa vite ke? Po ne kemi një 7, 8, A mos e s'pas ke shumë? 9 që jetojmë bashkë. Imagjino s'do thoshte Keli në këtë rast. E pra, 30 vite. Nuk e di. Vazhdojnë njerëz të jenë romantik pavarësisht viteve të martuar, të celebruar, të dashuruar. Mirë është që të zgjoheni duke puthur partnerin. Po syeri për ta puthur, përgëdheleni. Po se përgëdhelet, thojni mi mëngjes. Flini vetëm Po si se ne ta një mëngjes? Ose flini vetëm se jeni. Ose nëse s'doni t'i konsumoni buzët tuaja, ka opsione plot për ta puthur bashkëshorte. E puth komshia. Ashtu, ha një. Jo, ndishni vetë. Ai zio që e bre vetës. Po pse, më burdo, tani së është mëngjesi mirë e bukur, me të pudra. Më mirë mos puth farë, tani së është të më. Kush e di si do jetë akmarja. Ja i pesh, do të bëj pesh, të dyja bashkë kombinohen dhe të fituar. Interesante. Kush në këtë rast? Ajo. Ajo. Sigurisht. Tani, unë besoj që gjendë këngë më të bukura për brezin tim, paktën, nuk e di për gocat që janë pak më të reja. Unë kam dëgjuar versionin që do shohim pas pak. Ashtu, po versionin original të Sadness të Enigmës? As ti? Më kujton ca telenovela, nuk e di në mendjen time, më jep një ide si kur jam në plazh edhe fryn era, unë kam veshur një kështu shall edhe ikën shalli kështu, nuk e di, telenovela indiane e miksuar me pak meksikane. Po ideja është se çdo gjë të famshme të njohur, ne gjejmë një kuptim në Shqip. Ne shqipërojmë, i gjejmë origjinën shqiptare. Olla Çiboj. Gjyra të punë, në këngët kështu i kemi bërë gjithmonë. Po ka dhe më Shqip se kaq. Po, sepse ne jemi shumë të zgjuar. Ne arrim që të dallojmë ato detajet e vogla në këngët që ne i kishim menduar që nuk ka tekst të tillë. Përveç se i kemi shqipëruar. Ashtu, më bëre kurios. Ky është trendi i radhës. Më bëre kurios. Dua ta shoh. Pa e bio like. E mirë me që ishte në rangun e martesave. Më mirë s'po e komentar. Po mirë, se ashtu është, në fakt, kështu është. Ashtu është. Kur, ju vënë, keni këtë, një sekund tani. Po pse ne ishim të kënga, burë? Jo, po para se të shkojmë atje, me që u dha kjo me mja kishte kështu. Hajde, bujrë, se jam mësuar. E keni këtë jo? Në fillim të martesës, zgjoni para burrit, shkoni direkt, ose në fejes, mos më thuaj se ke bërë, shkoni me vrap freskoni, rregulloheni. Qa thumare? Që të shtrini pastaj. Jo, jo. Po ju jeni martuar me shkesa, po po ne shkretë me dashuri, me ai sa dim na. Po keni parë pra në të mirë e në të keq. Në të keq, ëh? Në të mirë e në të keq. Nuk e keni bërë këtë ju kështu. Por e mirë është të zgjohet të dy bashkë, njësoj. Por ku nuk zgjohesh, ai që zgjohet para të rregullohet. Jam mësuar që unë jam mësuar, për shembull, që zgjohem gjithmonë para se ai alarmi në orës 5 që kemi pasur në emisionin dikur që nisim në orën 7. Ai alarmi vazhdo në mendjen time akoma dhe unë vazhdoj zgjohem po aq herët. Albani, ndërkohë unë flas, shikoj Albani shumë bukur flas në portretin. Është zbukuruar shumë sot. Shumë okay. Mashallah. Prekni një gjë me dorë. E kam për hundën. Ka tjetër, pa merak. Pa merak. Të shohim tani pak atë versionin e Sadness të Enigmës, se më bëri kurios. Inshallah po e kemi. E kemi, besoj. Unë kam dëgjuar këtë version, sepse është Margaritë Burrelit. Po normale. Po e pash Margaritë Burrelit, thash okej, ti nje vetëm këtë version, nuk diskutohet. Ndodh me trurin e njeriut që kur këngët ose le ta quajmë kur teksti është shumë i kuptueshëm, pra duhet të kesh përqendrim të madh që ta dëgjosh. Nëse ke një shkrim, dhe është test psikologjik ky i bër, nëse ke një shkrim, ti dëgjon fjalën që lexon, pavarësisht që mund mos jetë ajo. Sa e thellë. Jo, po më lër më. Të lë. Ta shpjegoj në këtë lloj forme si test psikologjik është bër, kuptohet që truri funksionon shumë dhe ka shumë të rëndësishme pjesën vizuale. Nëse ti shikon një gjë,
a i përkthehet me njëherë në informacion për trurin. E njëta gjë ndodhe dhe me këtë. Laçi Boysin e kemi patur vetëm të dëgjuar, nuk e kemi patur. Laçi Boys nuk e dinim, thjesht nuk e dinim dhe ka shumë yje botror, të cilët kanë bërë një nga këto intervistat, dhe thonë që Laçi Boys e thonin edhe ata. Edhe ata vetë. Nuk e thonin tamam, por e thonin Laçi Boys në vitet e para ashtu është mësuar. Unë kam patur edhe një tjetër që ta dishte. Po se ti fillove një periudhë, pastaj pse i ndalove? Kam patur edhe një tjetër. Dancing with the DJ, është një Dancing with the DJ. Genci me valigje. Si di se ka dilte Genci aty? Genci me valigje. Pa kam dëgjuar, po. Genci me valigje, në fakt, ka ekzistuar si personazh. Genci me valigje? Po. Okej, kush është ky? Okej, nejse. Çon si ka kjo? Është më vërtet, po ta them, mos i themi të gjitha. Jo të gjitha në ekran. Është tjetër program ai. Është zonë e lirë. Gjitha në ekran. Ky ka jo të gjitha në ekran. Tani sot unë i përmenda pak më përpara se çfarë kemi, megjithatë dua që për publikun që është duke na ndjekur të shohim se çfarë kemi sot për të serviruar atij. Po. E nisim nga pjesën e parë do të kemi një nga këto videot surprizë që bëjnë fëmijët ndaj prindërve. Dhe rasti konkret është për një video virale në rrjetet sociale ku 6 fëmijë, 5 vajza dhe një djalë shkojnë takojnë surprizë babain dhe nënën. Dhe në fakt nëna e tyre vetëm para pak kohësh pësoi një arrest kardiak dhe ka qenë në gjendje shumë të rëndë dhe në pamundësi për t'i pasur të gjithë fëmijët afër, ata vendosën që të gjithë bashkë të bëshin në një ditë dhe të shkonin prindërve. Dhe në të video që ne do të shohim pas pak, shikojmë nga shërim, madh, përshafime, gjithçka, dhe të rrëfyer sot do ta kemi nga vajza e kësaj familje, nga Saranda Lubishtani, e cila do na tregojë edhe pak për veten e vet, por edhe për surprizën, si u organizuar dhe si u arritën që të bëshin gjithë fëmijët bashkë. 6 fëmijë, bravo. Kush disa të lumtur do kenë qenë që janë bashkuar, se ndonjëherë kur shpërndahesh nëpër botë është shumë e rëndësishme të bashkohesh. Edhe vërtet, dhe ka diçka që të gjithë fëmijët kanë pasur frikën e nënës, sepse duke qenë se ajo zemra e saj ishte shumë delikate, kishin merak se mos i ndodhte sërish diçka. Në vërtet, në vërtet. Megjithatë, këto janë emocione të bukura që ne i sjellim gjithmonë në program. Po. Pastaj, po tani kë të them mua më përpara. Vish fustani me toka. Hajde dhe ti mban mend? Pa tjetër që po. Mbajmë kur i ke intervistuar ti herën e parë. I kam patur më përpara. Unë vjet mos gabofsha, vitin e kaluar i kam patur në një intervistë Free MC-n. Dhe çfarë bëmë ne? Bëmë një thirrje kështu publikisht sepse patëm këngën e tyre të fundit që i dedikohej Big Brother, vëllait të madh, fenomenit të vëllait të madh, se si kanë ndikuar në shoqërinë shqiptare. Dhe në fakt ka qenë një ndër këngë që është kthyer në meme, është kthyer në parodi, dhe sot të tre, 2 vëllezrit dhe djali Xhoxhait na tregojnë rreth, jo vetëm rreth kësaj parodie, kësaj këngë, në fakt, sepse i bie që edhe sot e ka afati në një farë mënyrë, por edhe rikthimi dhe projekteve që ata do të kenë tek studio e tyre në Greshi dhe jo vetëm, sepse ata merren me punët e tyre. Atite, po është këngë parodi? Kjo është parodi. Po. Se tani çfarë nuk po më shohin syt? Domethënë këtë pjesën e Big Brother. Kjo është parodi. Kemi pasur ne këngë dedikuar Luisillit. Po pra ka këto serioze, ka këto lavdet edhe kultet. Jo, kjo është parodi. Kjo është parodi, po kjo është shumë e rëndësishme. Do t'i kemi pas pak çunat, të tre bashkë. Pastaj. Të ftuarin tonë që nuk e përmendte, ma lë mua ekskluzivitetin. Do të kemi në studio Bler Vakën, një shkrimtar i cili sot vjen të promovojë librin e tij më të ri, një libër mjaft interesant me epilostare imagjinare. Bleri në këtë libër shkëmben letra dhe merr përgjigje nga to me 11 personazhe imagjinar, por që kanë qenë gjeni të kohës dhe të botës. Po, në fakt, më faqe ndërpret. Ja të kemi edhe coverin e... Të 13 djesë në koridoret e kohës. Po, është i veçantë, prandaj unë ne nuk para bëjmë shumë libra. Kopertina duke interesante, po. Përgjithsisht ja kemi lënë librat atij i cili është më ekspert i librave këtu në këtë televizion dhe më gjerë, për shkak të çmimeve që është Keli, por ka ndonjë libër për shembull që është shumë i veçantë, siç është ky libri, që unë doja patjetër sot ta kisha, sepse është një lloj forme bashkëbisedimi, ndërtimi i librit, po e them si informacion, duke qenë se unë e kam lexuar, ndërtimi i librit është në formën e bashkëbisedimit me personazhe të rëndësishme në historinë botërore. Dhe guximi i autorit për të vënë fjalë në gojën e disa personazheve të cilët nuk jetojnë më është goxha i madh. Po që kanë lënë gjurmë dhe ka në fokus që të trajtojë vlerat njerëzore, të cilat sot sikur po zhduken. Janë zhdukur të gjitha, po hajt. Pak kanë mbetur, njerëz të mirë ka ende. Cilët janë disa nga personazhet? Po ka folur me Mozartin, ka folur me shumë personazhe të cilët kanë lënë gjurmë në historinë e botës. Është ka të shqiptarë me gjeni.
Me Migjenin, po. Dante Alighieri. Mos I zbulot gjitha të Jo, po të më kajtë. Se mirë, se janë 11 që kësho. 11, janë 13. 13. Dy prej tyre janë personazhet të ardhmes. Pra që I ka krijuar vetë autori. Edhe Blerin e kam patur më përpara. Po, është goxha artistik, do të thoja, si me shkrimin, si me pikturën, I ka të përmbledha të gjitha bashkë djalë. Tani, me recetën e ditës sot më e marr ti. Po, Albania, marr unë sepse Anvisa të dashura, Florenca sot do përgatisin sallatë të ftohtë me spageti dhe perime. Unë këtë sallatën e bëj kur bëj shumë makarona dhe më të projnë gjysma. Kur janë ftohtë makarona, gatuaj unë, I shtoj unë. Po, I shton ti. I shtoj unë. Tani, do bëhet me shumë perime. Po. Të cilat perime do na I thuash ti sepse keni përzgjedhur bashkë. Dile surprizë. Po, I themi pastaj. Po mirë, këto që janë sallator, domate. Kemi patlıcan. Po ka patlıcan, po ka shumë domate, elemente. ullin, ka shumë. Majdanera, Se kam frikë se mos më ndrov Lorenza. Vekë surprizë. Kam ndonjë surprizë pastaj, kështu që më mirë nuk I them. Lutem, sot Urdhëro. thoni që do përdorim vaj dhe jo gjaj të shkrirë. Do përdorim Vaj ullini. vaj ulliri. Por mbi të gjitha do përdorim KitchenAid sot për t'i bërë spagetit. Po, pasta do t'i bëjmë vetë. Të freskëta. Do bëjmë pasta të freskëta. Po, bani unë këtë recetën e bëj zakonisht me farfale, me ato makaronat flutur, dalë një shumë të shishme. Florenca, mund t'i bëjmë me makinerin tonë ato makaronat? Spagetin. Do me farfale? Me farfale. Të ndrojmë recetën tani? Po mund, ajo do bëj shumë brumë, sepse si gjyshe e mirë që është, edhe unë kur e shoh fiksi gjyshe, se ti e di që kur bën ato gatimet më lër një gjë mua anash. Prandaj e kemi punësuar. Mund të më lër pak sa brumë ti bëj makaronat flutur. Flutur okej, po nuk e di nëse makineria jone KitchenAid do ta studioj se ajo ka shumë aksesor. Nuk ka problem, mjafton ta nxjerrë petë, pastaj si pet lazanje. Okej, bëjmë. Po lazanje bën. Bën si pet lazanje dhe priten. Dhe pastaj I bën, I mbledh. I mbledh, kështu edhe kaq. Okej, atë. Po, I bëjmë sepse kemi shumë është makineri fantastike. Kemi provuar të gjithë në shtëpi. Një kërkesë për mua. Një kërkesë për ty. Po. Thuaj që horoskopin tani se sot ka hyrë, është eklipsi Si të hënës. vajti dita dje njerë se binjakët ishin shim me fakt. Nuk e di. Mirë, sot kemi dashin dhe virgjereshën, për një pjesë të dashve, do të bëjmë kujdes nga një mik se mund të zbuloj sekretet. Sekretet. Ku kemi dash në to? Mua, një pjesë të Mua dash, dashve. Fabi dash. Fabi Fab, po. Fabi nuk ka sekrete. Nuk kemi dhe regjizorin. Dash. Po le pas kemi gjithë ta deshur. Kujdes Ne pas kemi një gopek. Një gope. Pastaj kush është tjetër dhe? Virgjereshe, të cilët sot do jenë shumë diplomatik të pa pyeshëm. Të pa thyeshëm. Bravo. S'kemi në këtë virgjëresh. Ja. Edhe horoskopi në fund fare, kur thoshte çfarë kishte për virgjereshe sot, një fjali ishte bëhuni gati për të fituar. Unë Alban, kam ascendent virgjereshën. Do thoni ju e kam bërë vetë. Jo, kështu e thonin yjet. Okej, super. Sot është hënë plot, më kanë thënë, është eklipsi hënor, se që është një gjë astrologjike sot, kështu që keni pak kujdes. Manifestime bën sot. Okej, to janë ato çfarë ne kemi sot në program. Ne do të Beberexha me Snoop Dogg. Po, janë një dhe është një këngë vërtet shumë e bukur, dhe nga kjo këngë Beberexha duket ka filluar të pëlqej pak atë gjethen me ngjyrë shile. Atë me cepa. Po, atë me cepa, se mësoj nga Snoop Dogg I cili ka një jetë që E merret përdorën këtë. gatime, ë? Po, dhe bishet ka ashtu, tani ka filluar. Ka të erës, ka filluar, por kjo këngë është shumë e bukur dhe është videoklip animimi që mua më pëlqen shumë. Ndjekim dhe kësaj surpriza pas pak.